Familjet Buzi dhe Plaka shmangën përballjen mes tyre duke tërhequr trupat e viktimës dhe autorit të vetvrar në orare të ndryshme. Edhe ceremonitë martore u caktuan të ndara. Kosta dhe Belere Plaka u përcollën në banesën e fundit rreth orës 11, kurse trupi i 35 vjeçarit Buzi do të varroset të dielën paradite. Reagimet e para në familjen Plaka gjatë tërheqjes së trupit të Blerës nga morgu ishin kërcënuese. Si nuk të vrava më parë, të kisha në dorë dhe të fala, mësohet të ketë thënë djali i viktimave në morg, teksa kryeshin procedurat për tërheqjen e trupit të së-ëmës, ndërsa të afërmit bëjnë thirrje për qetësi duke mbyllur dhe konfliktin. Edhe ka ndodhur. Ndodhur. Ju jeni fqinj apo jo? Jam Fqinj apo i afërm? i afërt. Krushk. Krushk. Kunatën e atij e kam besur. Viktimës. Që bre vllaj. Jeni prekur? Po qëtë se është dhimbje e madhe, kjo nuk është tragedi. S'ka fjalë më i zemra, s'ka Kemi fjalë. çfarë flasim. Ishte e pritshme një gjë e tillë apo? Po s'besoj të përmendojnë deri këtu. Nuk besoj. Tragedi e rëndë. Ai vajzë. Qatë themi, nuk dim gjënë tepër të themi se... Qatë themi. Po familja e autorit, i cili edhe ai humbi jetën. Po, I njihni ata? e njohim se janë në lartë. Po. Kanë pasur shkuarje si krushqi apo kanë pasur konflikte? Po shkurje kanë pasur, po të dimu se unë... Po tani, si mendoni, Them se... Gjera duhen shurë, nuk duhen... Nuk duhen të zgjasin në te i themunë. Kështu dhe mendini im tani. Se sa më shumë të zgjatësh aq... 7 vite dhe në këtë moment për këto të po është ti që e rregullohet qik më para të më bete mirë dhe ishte, apo jo dhe po thoj njeri e me e fajin, njeri nuk e mirë tani mund të rregullohet. nuk e di dhe unë mik jam këtu po dhe jem problemi dhe ti që e rregullohet më para Mirë do ishte, mos kështë ndodhe të rejtu. mirë do ishte, që tikim dy veta për i familje është gjë shumë, u shua shtëpia. Qa do zhjën shtëpia të nej? 2 varën me një shumë? Për thoi, këto gjëra, gjë e mirë nuk ishe që ndodhë shumë. Se ikëm moshtë të re. Refit Buzi vrau me armë gjahu rreth orës 6 të së premtes, ish vjerin dhe plagosi rënd ish vjehërën. Më pas mori pengisht të dashurën dhe u largua drejt zonës së Kurjanit, ku e la të lirë 25 vjeçaren pas disa orësh. Në kërcënim se do të vetvritej arritet të ikte policisë, por i rrethuar nga forca të shumta, ndaloi arratin duke u kthyer sërish pranë automjetit të tij. 5 orë bisedime me efektivët dhe prokurorin e çështjes nuk e bindën të dorëzohej. Rreth orës 16 qelloi veten me armën e gjahut, me të cilën vrau më herët ish vjerin dhe e plagosi për vdekje gruan e këtij të fundit.